Përshëndetje miq të nderuar. Videon e sotshme të shkurtër do të nisi me një pyetje të ndjeshme, interesante, përgjigjja e së cilës do të ketë diçka të dhimbshme në shesh, por një fakt i pamohueshëm nga historia e shoqërisë islame. Pyetja është: a e keni ditur pse mendimet e Ibn Khaldunit u përhapën në botën perëndimore para dhe shumë më shumë se sa në botën islame? Po përgjigjem. Ibn Khalduni, siç është e ditur, ka jetuar në shekullin e 8 Hijri, që i bie shekulli i 14 miladi. Ishte kjo kohë e rënjes së dhimbshme të botës islame politikisht dhe kulturalisht. Klasat dhe elitat politike, princerit dhe mbretërit e asaj kohe, po luftonin ndërvete për territore dhe për imponimin e ideve dhe politikave të tyre, secili në ndonjë krahin apo shtet tjetër islam. Në të njëjtën kohë, dietarët musliman po merreshin me fikhun taklidi, do me thonë po imitonin juristët dhe kelamistët e së kaluarës. Ata u shpjegonin muslimanve se Kurani ka përfunduar së zbrituri, se hadithet e pejgamberit janë përmbyllur, se 4 mezhebet e kanë kryer, 4 dietarët e mëdhej të mezhebeve e kanë kryer punën e tyre, kelamistët, muhaddithinët, mufessirët e kanë dhënë kontributin e tyre përfundimtar, andaj nuk ka më nevojë çka të zhvillohet në shkencat islame. Mjafton për atë kohë dhe për kohën tjetër, deri në ditën e kiametit, sipas dietarëve të asaj kohe, ajo që është shkruar deri në atë kohë. Përtej kësaj, dietarët muslimanët e asaj kohe nuk po merreshin fare me problemet shoqërore me të cilat po ballafaqohej ummeti islam, e as që vinte në shprehje historicizmi kritik. Nga kjo perspektiv, mendimet e Ibn Khaldunit konsiderohen mendimet e një dietari kolosal në plot kuptimin e fjalës, por që kishte lindur para kohe. Edhe më e çuditshme se kaq, tradita intelektuale e kohës nuk ishte më as e aftë dhe as e gatshme të merrej me analizimin, sintetizimin kritik të traditës, të qytetnimit islam, të politikës, aq më pak me problemet shoqërore që po përhapeshin ditë e më shumë. Shoqëria muslimane asaj kohe, as që e kuptonin gjenialitetin e dietarit të tyre që po jetonte në mesin e tyre, gjenialitetin e Ibn Khaldunit, por as që interesoheshin për problemet me të cilat ballafaqohej një shoqëri në fqinjësi të tyre, probleme këto që nesër arrinin edhe tek ta. Do me thonë, nuk ju intereson të fare lindja e një shkence të re që po merrej me këtë çështje, të cilën Ibn Khalduni e quajti ilmul umran apo sociologjia, por në vend të kësaj po merreshin vetëm e vetëm me hadithet e pejgamberit, me fikhun e trashëguar nga e kaluara, po merreshin me probleme gjuhësore, po shkrueshin me qindra libra në nahv, sarf, ndërsa elitat më të larta intelektuale aty këto merreshin me logjikën klasike dhe Aristotelin, për aq sa e kishin komentuar kolosët e mëparshëm El-Kindi, Farabio, Ghazali, Ibn Rushdi dhe të tjerë.
ishte një kohë që zhvillimi i një diturie të re ishte e refuzuar kategorikisht. Bile, miq, edhe më dhimbshëm se kaq, dietarët e kësaj kohe fillojnë të akuzojnë Ibn Khaldunin për bidatçi, se po bënte bidat, se po të i kalonte kufit e lejuar të dijes, sepse e kishin krijuar konceptin e tyre mbi dijen se ajo ka kufi të caktuar dhe dalja përtej atyre kufive në islam është e ndaluar. Përrjedhoi një numër i dietarëve të atëhershëm, sidomos nga muhaddithinët, Ibn Khaldunin çuditërisht dhe me dhimbshmëri të madhe e them, e quajtën edhe për heretik. Librat e tij u kërkua që të djegën, dërsa Ibn Khalduni të dëbohet nga vendlindja. Për këtë arsye, miq, mendimet e tij nuk gjetën përhapje në shkollat islame të kohës, e as që pranoheshin në katedra të fakulteteve dhe universiteteve të kohës, sepse ishin dije të tepruara, dije që nuk përkisnin me islamin, dije që kundërshtonin hadithin e pejgamberit, apo të them më but, se ishin bidat, se kishte folur diçka të cilën nuk e kishte thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kundër tij, më së shumti shkruan dhe u ngritën dietarët e hadithit, el muhaddithun, të cilët e akuzonin Ibn Khaldunin se po bënte diçka, jo që nuk e kishte bërë pejgamberi e sahabët, por po të jetonte në mesin e tyre pejgamberi vet dhe sahabët vet do ta ndalonin me dekret të shkruar. Po pse atëherë po kthehem te pyetja fillestare? Pse atëherë në Evropë u përhap para muslimanëve, shumë më shumë se tek muslimanët, bile tek muslimanët filloi të lexohet Ibn Khalduni vetëm pasi ishte përkthyer në perëndim dhe dietarët e mëvonshëm musliman kishin pa të mirat e mëdha kolosale që veprimtaria e Ibn Khaldunit i kishte dhuruar botës perëndimore, Evropës. Një rast i ngjashëm edhe me Ibn Rushdin, të cilën e kam pas temë studiuse në doktorat, e Tehafutul Falasife dhe Tehafut e Gazalit dhe e Ibn Rushdit. Ibn Rushdi, miq, në botën islame në Kordovë dhe kur shkon në Afrikën Veriore, a ndjeket për heretik. Mirë po, veprimtaria, filozofia, thellësia e mendimit të Ibn Rushdit kishte bërë jo vetëm kishën e Evropës, por inteligjencën e Evropës ta çoi në këmbë. Kisha, dietarët, Tom Aquini dhe të tjerë, në veprimtarit e filozofisë islame kishin gjetur elemente të fuqishme që do të ndihmonin të shpjegohej krishterimi edhe me një gjuhë përtej teologjisë, me një gjuhë shumë më të lartë intelektuale. Edhe inteligjenca inteligjenca tjetër në Evropë. Më pastaj, kur përhapet mendimi i Ibn Rushdit në Evropë, fillon të ripërkthehet në gjuhën arabe nga gjuhët latine dhe greke e franqeze dhe të futet pastaj në katedrat e universiteteve islame. Pse u përhap pra në Evropë? Të kthehem te pyetja, u përhap për shkak se në këtë kohë në Evropë fillojnë lëvizjet iluministe. Fillon të mugulloj dhe të vloj renesanca evropiane, rilindja evropiane, ku zbulimet shkencore, të cilave u paraprinin studimet e shkencave shoqërore, kishin marrë dhenë në gjithë kontinentin e Evropës.
Më pastaj, në shekullin e 17 dhe 18, shkencëtarët evropian në këtë kohë po hullumtonin sidomos të arriturat e qytetnimeve të tjera që mundësisht të përfitonin nga ato të arritura. Kur u përkthye vepra e Ibn Khaldunit, El Muqaddime, në prolegomena në latinisht dhe frëngjisht, dietarët dhe filozofët evropian u mahnitën nga mendimi gjenial i një mendimtari sociologu në lindje. Ndër ata të cilët e fillojnë studimin, trajtimin, shpjegimin, traktatet, kumtesat e panumërta mbi Ibn Khaldunin ishte sidomos Twimpi, pastaj Montesquieu e studion mirë dhe e shpjegon, pastaj Delamartin, pastaj Gustave Le Bon dhe shumë filozof dhe sociolog në Evropë. Bile Auguste Comte është kopjuesi më profesional të quaj, me një term kështu nënçmues, përkthyesi original i ideve të Ibn Khaldunit. Për këtë arsye në Evropë, Auguste Comte përmendet si themeluesi i sociologjisë e jo që në fakt ishte Ibn Khalduni. Gjithsesi, këta shkencëtar dhe sociolog evropian gjetën tek Ibn Khalduni shpirtin e një mendimtari kritik, të një shkencëtari që tani e tutje po i frymëzon të thellë. Ishte pikërisht ajo që shkencëtarët, filozofët dhe mendimtarët evropian po e kërkonin. Dhe ajo ishte, duke nënvizuar interpretimi, leximi dhe shpjegimi i historisë dhe të çështjeve e problemeve shoqërore me ligjet e historisë dhe me ligjet shoqërore, e jo me legjenda dhe fate si që ishte bërë më parë, por me mënyrën se si e kishte përdorur Ibn Khalduni. Me një fjalë, më shkurt me e thonë miq, arsyeja kryesore pse u injorua Ibn Khalduni në botën islame ishte se ai kishte lindur para kohe, me thonën me këtë gjuhën tonë kosovar që shqip. Ishte kur, duke mos dashur të përsëritem, ende nuk e kuptonin gjenialitetin e tij, bile të them edhe më dhimbshëm, ishte katrahure ku klasat politike dhe dietarët po merreshin me çështje të së kaluarës, të cilat nuk jo hynin fare në punë në këtë çështje. Në një nga shkrimet e mia që e kam bërë më parë dhe e konsideroj studimin më të mirë, shkrimin më të mirë që e kam bërë ndonjëherë, me titull Të jetosh me Omerin, Omeri radiallahu anhu, Hazreti Omeri, vije me 45 bidate t'i quaj, me 45 risi, fjalë kjo që është bëhe shumtuar edhe sot ndër ne, bidat. Vije me 45 risi të cilat nuk kishin qenë as në kohën e pejgamberit e as në kohën e Ebu Bekrit. Dhe është ajo fjalia e tij historike. Ata të cilët më ndalin në rrugë, në punën time, për të mirën për të ardhmen më të mirë të ummetit, para tyre do të më gjejnë me shpatën në dorë. Dhe ngjites me këtë është e njohur fjalia të cilën ai e shkruan në një tablo, e shumëzojnë dhe urdhëron që të vendoset në hyrje të gjitha tregjeve të botës islame të atëhershme. Dhe ajo fjalia e Omerit ishte: ata të cilët nuk e kuptojnë të drejtën islame në tregti, nuk kanë të drejtë të shesin mallrat e tyre nëpër këto tregje. Me një fjalë miq,
Arsyeja kryesore pra e injorimit të Ibn Khaldunit është se kishte lindur para kohe. Kishte lindur në një kohë ku mendimi po ndrydhej në botën islame. Ndërsa arsyeja pse u pranuan në Evropë dhe nga Evropa më pastaj e merr afirmimin e nevojshëm dhe të duhur ishte sepse Evropa kishte nisur shtektimin e saj drejt zhvillimeve të gjithëmbarshme, praktike shoqërore, në bazë të cilave me ato studime ka arritur këtë ku është sot. Shkencëtarët evropian, sidomos ata në shkencat shoqërore, shumë herë kanë pranuar, shkruar në veprat e tyre se i obligohen studimeve të Ibn Khaldunit, ndërsa kur flasim për Ibn Khaldunin, flasin me fjalët më të zgjedhura. Po sot, miq të dashur, a nuk i përngjajnë shoqëritë muslimane kohës së Ibn Khaldunit? A nuk jeni tu e pa se me çfarë merren elitat, klasat politike, udhëheqësit, princerit, emirët, mbretërit, kryetarët, kryeministrat e botës islame në përgjithësi, me pak përjashtime? A nuk jeni dëshmitar ju vetë të videove, të librave, të shkrimeve se mese merren shumica e dietarëve musliman, njëjtë sikur në kohën e Ibn Khaldunit, duke u përlanë vete, duke e sulmuar njëri tjetrin, duke promovuar medhhebe e pikpamje, dhe më tragjikja mbi të gjitha këto është se vetëm kjo pikpamje të cilën unë e promovoj është e pranuar tek Allahu. Të tjerat janë bidat, kufër dhe të dalura jashtë hemisferës islame. Për te i kësaj, që lidhet edhe me ne shqiptarët musliman, a jemi të e pa njëni tjetrin, me se merremi, çfarë na preokupon teksa flasim për islamin, çka dëgjoni ju më shumë teksa shpjegohet islami, e dëgjoni shpjegimin e së kaluarës në formë refrenesh, thuaj se në shumicën e evenementeve gjymave, thuaj se të gjitha ato të cilat i keni dëgjuar vite më parë. S'po flas për të gjithë kolegët e mi, për një kategori të caktuar. A nuk jeni dëshmitar se çfarë dëgjoni në për rrjete sociale, çfarë lexoni në për rrjete sociale, dhe a jeni dëshmitar që të më ndihmoni edhe mua? Ku janë ato studime islame ku të shpjegohet islami në dritën e kohës, si pas dinamikave të kohës, si pas geografisë në të cilën jetojnë sot shqiptarët dhe kombe tjera? Sa po arrihet që dinamizmi i islamit të futet në jetën e përditshme muslimane, që të krijon një karakter dhe një personalitet të muslimanit, i cili pak shikon nga e kaluara, por më tepër nga e ardhmja. Përgjigjet e këtyre pyetje në fund që i bëra, jepjani vetvetes, njëri tjetrit dhe Julus, që t'i shkruani edhe si komente në këtë video në mënyrë që t'i lexojmë të gjithë ne. Ditën e mirë.